Të dashur shikues të televizionit të Syri TV, mirë se keni ardhur në një rrëfim të veçantë, të dhimbshëm dhe plot emocione. Sonte kemi në studio një burr që mban mbi supe rrugtimin e mërgimit, sakrificën, lotët dhe dashurinë për vendlindjen. Mësafiri e emisionit është veprimtari Nexhat Abdiu, një histori që nuk është thjesht jetë, por plag, kujtime dhe forcë për të jetuar larg dheut. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur zotri Abdiu në emisionin Një rrëfim me Benin. Mirë se ju gjeta. Zotri Abdiu, a mund të na tregoni pak për fëmirin tuaj, kush është Nexhati dhe çfarë kujtoni më së pari kur i mbyllni syt për fëmirin tuaj? Thatë edhe ju vetë se quhem Nexhat Abdiu, jam nga Presheva, një fshat i komunës Preshevës, Rahovic. Me profesion kam qenën, sepse tashmë nuk jam ekonomist i diplomum, i ardhur në Zvicër për shkaqe dhe arsye të ndryshme, sidomos ato ekonomike, të rrumbullaksuara dhe me ato politike. Çka t'ju them për fëminin, një fëmini e dhimbshme, një fëmini e vështirë, me plot sakrifica dhe me plot gjërat pakëndshme që i ndodhin një fëmijë, një moshatari në atë kohë. I madh jeni në familje? Isha i dyti. Ke qenë Fëmiu i dytë. Kështu problematik pak, ndoshta? Pak problematik, sigurisht se kam qenë pak problematik. A keni pasur një fëmijëri të lumtur apo të mbushur me mungesë? Kur i mbylli syt tash edhe kujtoj fëmijërinë, pak më kujtohen çastet lumtura. Dhe me thonë mund të them lirisht se e tërë fëmijëria ime ka qenë një jetë, një fëmijëria dhimbshme, me përjetime të dhimbshme dhe të këqija, do t'i thoja. Cili është kujtimi më i dhimbshëm dhe më i bukur nga fëmijëria që ende ju e ndjekni sot? Më i dhimbshmi s'ka diskutim, që po e tregoj për herë të parë në jetë, që kur në publik nuk e kam tregue, është kur familja ime me një familje nga fshati ranë në gjak. Dhe unë kam qenë moshën dikun 8-9 vjeçare ose 10 vjeçare, dhe i kam përjetuar gjitha ato që dikush mund t'i lexoj vetëm në romane, edhe atë në romane të suksesshme, gjitha ato vështërsi që i sjell gjakmarrja apo hakmarrja në trevat tona. Ndërsa përjetimet lumtura nuk, nga fëmijëria e hershme nuk kam. Nuk mbaj mend se kam qenë fëmijë i lumtur. Tash është koha më e mirë apo në atë kohë kanë qenë tash për fëmijëri po flasim? Tash nuk është koha e mirë se e shifni se si janë ba, nuk është e mirë koha. Koha ka qenë atëherë më e mirë, por atmosfera që është krijuar, ngjarjet që janë krijuar, rrethanat që janë krijuar, më kanë bërë që sot ndoshta të ndihem pak më i lumtur në aspektin shpirtëror se sa që isha atëherë. Në ceka dhe në fillim të emisionit thash se Nexhat Abdiu është edhe veprimtar. Dormi pak të flasmi të jeta veprimtarit. Kur filluat të kuptoni se duhet të angazhoni për çështjen kombëtare shoqërore? Pak ndoshta do ta zgjas, po më falni edhe shikuesit. Në gjimnaz jam marrë me shumë aktivitete të ndryshme, por kryesorja ka qenë në aktivitetin në kuadrën e shoqërisë kultur-artistike të gjimnazit dhe të komunës Preshevës, Abdullah Krashnica. I kam bra mandolinës dhe çiftelisë e violinës deri dikun. Mirë po me të ardhur në fakultet, në Prishtinë, në fakultetin ekonomik, ju kom drejtu një drejtimi tjetër, e kjo ishte teatri amator në Fushë Kosovë, ku kam luajtur në 2 drama, si antari asaj shoqate. Mirë po, në vitin 1981, rastësisht se jo pse isha një ndër
në organizator apo dikush i madh, por rastësisht u gjeta në demonstratat e vitit 81, në ato të 11 marsit dhe 26 marsit dhe 1-2 prillit, dhe aty u shund gjitha ëndrat e mia si i ri, sepse nga ajo ditë filloi një periudhë kur unë u orientova në këtë drejtim, do me thonë të refuzimit të sistemit shtetëror të ish Jugosllavisë dhe ndërtimit një sistemi të ri, ose ma shkurt po e them ma qartë, një luftë që Kosova të jetë e barabartë me republikat e atëhershme. U dinova me burg dhe nga ajo ditë, dhe me thonën, filloi një periudhë e re ku unë isha i pa dëshiruar për shtetin, edhe pse i kryta obligimet e mia, e kryta fakultetin, prita 4 vite që të hyj në punë, mirë po ishte e pamundun sepse isha në objektivin e sistemit dhe policisë dhe mu desht të Ju alot vinë thatë se Zvicër. jeni futur në burg, çka kujton nga i moment? Një nga përjetimet e dhimbshme që thash në jetën time, e kujtoj se thash nuk ishim në ato, sot shumë kusht thot se kemi qenë organizator, për bindja ime dhe e shokëve të mi që kemi qenë atëre ka qenë se ato, sidomos të 11 prillit, 11 marsit, kanë qenë në spontane. Kemi qenë në mes duke hungur darkë, u dasht me prit 2 orë për me ardhën me hungur darkë, edhe kur ke ardhen, ke hungur qka ka met, ka pas një oftësi, ka pas dikuj që i ka thonë prej fundit e ati se hynë këtu, jemi quj, kemi thyta njërët, kemi dalë në rrugë dhe kemi bo demonstrat. Mirë po, me 26 mars, 1 dhe 2 prill, është pa një farë organizimi, mirë po, une me ata shok që jemi denu, nuk kemi pas pjesë në atë organizim. Kemi qenë, apo dalëm, po dalëm. Dhe policia e Serbisë, e Preshevës, e Luginës, atëherë që s'ka pas Lugin, i ka marrë informatat nga dikush dhe na ka hetu neve që kemi qenë pjesë e asaj atyre demonstratave dhe na i ka ndalë të gjitha. Nuk e mund as të marrim kredi për studime, nuk e mund të jemi të vendosën në për konviktet ndryshme e shumë për parësi tjera. Kur ka marrën, dhe me thonë në demonstratat në mars, muën shtator, më kanë arrestu, me procedurë për shpejtume, në gjyq, 3 muj burg, edhe u kryt. Pastaj e kom humbë vitin e studimeve, kom humbën, ma vonë po shifet se edhe nuk kom pas drejt me u pënsue, shkaku se kam qenë moralo-politikisht e pa dëshiruar. Të maltretuan në burg? Po. Si përjetova të pasoje? Po si të them, një rrahje brutale, pa kur far arsye. Sepse kur na përcollën policën e Kosovë e Preshevës deri në burg, mua dhe një shokun tim, na thanë mbi të gjitha rujoni se e kanë një detyrë mos me jelshu pa ju rre. U mundova sa munda une, por një 3 ditë, 4 ditë pa dalën. Erdhen pa kur far arsye, a je ti, po a e ke lyp ti Republik, po i thash mazi jo më burg e kom lyp, edhe i hynën atë punën e vetë, deri sa kam qenë në i pavedishëm çka ka ndodhë. 4 policë kanë qenë, më kanë rrahën deri në atë moment që unë jem konën në pavedishëm, kam mu vedijen, dhe mas 1 ore, kur jam vedisu, kur më ka këthyje vedia, kam qenë dhomë, shokët aty afër të më lemu me asofar paqavrat lakta me ujtë ftoftë. Ju thatë se ju kanë maltretuar dhe e ndjeni vetën shumë të maltretuar, më thënë nga policia. Sot vini nga Lugina dhe momentin kur të shkoni në Luginë, a të kujton ato qastet, a i kujton ato ditët? Është interesant, falenderë që më bëne këtë pyetje. Jo, Luginën... Qysh ndihesh? Po, e ndi Luginën si Luginë, e ndi mungesën e Preshevës, e ndi gjithë. Por e kam një që më kam betë, dhe me thonën ankthi.
friga. Do me thënë, këtë po e tregoj, e kom tregu disa herë në për vendet ndryshme. Unë e mushi kerrin me benzin në Kroaci, edhe deri në Preshev, mo nuk nalna, largë qof në fëmi me pas që po vdes, a nalna as nalna. E di gjuhën sërbo-kroate si Shqipën. Momentin që futesh në kufirin e Serbisë, ndihesh me emocione katastrofike. I kujton ato trauma që i ki përjetuar? Traumat hatashme, nuk guzoj me undalë. Nuk guzoj i thonj, tashmo jemi ba edhe fëmija kanë shkojnë me keret e veta, unë e shkoj me shoqen, po shoqja e din, kur vim në Sërbi, i thëmë, ma nuk ka as me ngran, as me pi, as në nevoj, as kur gjo. Deri sa të hymë Bujanovc. Kur të hymë Bujanovc, që tash, dhe me thonë, kjo është si pasoje asaj rrahjes që të regova. Qëfar sakrifisi personale keni bërë si veprimtare? Jo shumë të madhe. Jo shumë të madhe. Si student dhe si asini në për aktivitetet ndryshme, në për ligjerata, në për takimet ndryshme, pastaj me ardhje në Zvicër, me që jetoja në një vend ku nuk ishte tjetër të organizume pos Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe një klubi që quhej Muharrem Bekteshi, dhe unë u futa në ato dy shoqata, ose parti politike, disa vite si sekretar, dhe përmes ndihmave të ndryshme, përmes organizimeve të manifestimeve të ndryshme, por jo konkrete, jo po mendoj të rëndësishme, jo si ata që kapën pushkën e shkun me luftu, ma të rima sigurisht, ne që ka ishim këtu, mbetëm pak me mujt me ndihmue. Por me atë që e kam ba, jam krenar. A ka pasur momente kur jeni ndjerë i rrezikuar ose i vetëm në rrugtimin tuaj? Ka patur, personale ka patur, sepse qysh se ka marrë në Zvicër në vitin 91, prej vitit 92-93, unë e kam fillu të mësohem të punoj me kompjuter. Dhe me gjitha përparësit që i sjell kompjuteri dhe rreziqet. Dhe jam bo antar i disa grupeve që bisedojnë, që diskutojnë në internet. Dhe jam konën antar i një grupit shkive, të sërbëve. Dhe aty une i kom shpreh pikpamjet e mia, tu i kritikue, tu i ndoshta me isha me i fyjo, po tu fol me argumente. Dhe aty e kom pa një herë, dikush nga ai grup, më ka qu një email dhe më ka thonën, ti je në Gjatë Abdiu, jeton këtë adres në Zvicër, je baba i 4 fëmijëve, je kështu, dhe ti po fol shumë kundër Serbisë, je në targetin ton, je në shenjestrën ton. Edhe urdhërohen të gjithë patriotët sërbë që jetojnë në Zvicër dhe në atë rrethin, që ta likvidojnë këtë person. Si i priti këto fjalë kur i more? Ta them drejtën me frikë. Me frikë sepse e dija se ata mund ta bojnë. Mirë po, kjo ishte vetëm një kohë të shkurtër. Pas disa kohësh e pash se ata nuk ishin vetëm me mua në atë drejtim, nuk flishin vetëm me mua, po kishte edhe tjerë, kishte bosnjak, kishte kroat, kishte me të cilët u... Mirë po definitivisht e mbylla atë, të me thonë se e pash që është e mundun. Kur e kanë gjithë privatsin time, kush jam, pse jam, nga ka marrë dhe në gjitha, edhe mund të bëjnë. Po se priti familja juaj, du me thënë atëherë kur e kuptuat se u arrestuat, u burgosët? Beni nuk di. Di vetëm të them se një përvoj, një detaj të vogël, thash se 2 javë para se me kalu dënimi, mu më rahën, e gërsisht. Dhe kur erdha në shtëpi, unë i mbulum me tesha se isha bërë pleh, mave i zi, trupi, i gjithë trupi ishte bëj i zi. A i vunë sot akoma ato pasoja? Po sigurisht. Deshta të tregoj vetëm se nona jeme ishte aq kam gullse se une
ti je ku në burg nuk je pastru mirë, e une po du me të pastru une po du me të la, thujnë të na, me të pastru. Edhe pse une i drejtoresha jo se s'ka nevoj, se une lana vetë, jo mi rritun, ajo e dinte se qka donte. Atëhere u desha, u detyrova me u deshe dhe me i thonë, apo donë tash me mla, dhe asa i ratë fekt normal, se une isha të kejt trupi zi prej rrahjes. Ky është një detaj. Si e kam prit familje natyrisht me dhimbje, me probleme, po e tregoj edhe një detaj, më falë, lutem, nëse po e zgjas shumë. Çfarë tha nëna kur të patë ditë? I ratë fikt. Edhe ma shumë nuk di çka të them. Por kur kom ardhë në burg, kom hinë në burg edhe më kanë thonë po vjen babai edhe vllau me të pa, me gjithë nanën. Me të pa në burg mas 2 jave. Edhe po më thot një shqiptar aty, dush me folë sërbisht. Po thojnë këta të burgut se dush me folë sërbisht. Une po i thëmë nuk di sërbisht edhe nuk du me folë. Sepse nona jeme dhe baba jem mervesh sërbisht, po nona jeme nuk mervesh. Ki me folën ose do të hajsh qytek. Unë i këmë thonë, bone YouTube-ën, unë e bëjtimën. Ka hi baba jeme dhe nona jeme, në gjuhën sërbe, gdesi sine, kako si, unë i këmë thonë, babës, dhe me thonë, mirë jam, s'kom kur farë problemi, ti mirë që erdhe, ditën e mirë, miru pafshim se unë nuk flasë sërbisht. Edhe kanë ardha ta 2 rojet më kanë gjitë, mi kanë dhonë do shoplaka, po jo shumë. Kur i morë ato flakareshat, dhe më thënë ato shoplakat, të dhanë para syve të prindve? Jo, jashtë. Se ishte ajo salla e pritjes, sukur kjo para nesh kjo studioja, e mbyllën, dhe ishte salla ku më futën ata mrenda dhe mi dha 1, 3, 4 shoplaka, po kryesoria qëllimi u arret që unë e thash nuk flasë sërbisht, se nona jeme nuk dinë sërbisht. Do në mi pak edhe të profesionet tjera, do më thonë se për të folur për këtë temë kemi shumë kogja ka të flasim, po të flasim pak edhe për gazetarin dhe aktrimin, si lindi dashuria juaj për gazetarin? Në bisedë që patëm ma herët, tregova se kur ulem të shkruaj diçka, jam i mirë, jam i fort, kur shkruaj diçka. Dhe këtë e kom tregu edhe në provimin me shkrim që e kom pas në Fakultetin Ekonomik viteve të 70-ta, fundit të viteve të 70-ta. Dhe me thoni kemi pas 2 tema me të cilat u kom provimi pranus, matematik dhe shkrimi lirë. Unë e kom marrë shkrimin e lirë dhe jam pranue. Dëshira për gazetari, nuk e di, është një dëshirë që e kom pas qysh në shkollën fillore, shkrime, poezi, tregime, por edhe gazetari. Shembull e majnë mend dikun vitin e 5-6 shkollë fillore, një poezi që e kom pas ujko që hyri me një fshatar, e mur një viç e hongër edhe qka di une, e cila ishte botu në revistën atërshme për fëmi që quhe Pionieri. Dhe me thonën, kam qenën i fort në shkrime. Dëshira, nga njerë nevoja ta imponon edhe dëshiren, e vazhdova edhe këtu, dhe nëse më lejon, herën e pare provova me një botën sot, pastaj ka qenë një fokus i një gazet, e cila ka mbjetu shumë pa kohë, po aty u pranova si gazetari rregullt. Mirë po ajo u ndërpre së botume dhe më mbetëm. A është më letë të thuash të vërtetën si gazetar apo të përjetosh si një njeri? Ndëgjo, tregimi si tregim është tjetër, ndërsa përjetimi është diçka tjetër. Unë kam lezu shumë, kam lezu të burgosën politik që kanë qenë të maltretum si kafsh. I kam ndëgjue me veshtmi në burgun e Vrajës, kur i kanë prungue nga këta 119 intelektualet, më duket, mos gabona më falni nëse gaboj, dhe që i kanë rrah, dhe që i kanë bërtit aqa që ne jemi rënqeth në për qelitë tona. Por një gazetari mirë, një shkrimtari mirë, ta bën ngjarje aq interesante sa që edhe pse ndoshta jo sa përjetimi, por ta ofron, ta bën ngjarjen interesante. Çfarë ju ka mësuar aktrimi për jetën dhe dhimbjen njerëzore?
Nuk kisha thonë se kom në i përvojt madhe, si që thash ma herët, në Fushë Kosovë, në shtëpinë e kulturës, nuk po më kujtohet, jemi në një Serbi e kom pas disha shok me cilët i kem bo një dramë, unë e kom pas një rol besa negativ, Zari, në drama Din Mehmetit, Jarova emnin si e ka, dhe e kom pas një rol negativ, por nuk jam të regu shumë edhe i aft, edhe i Zoti në drejtim, e kam vrejtë se nuk është profesioni im. Nuk, dhe me thënë, mund të bëhem me emocione kur ta tregoj një ngjarje, e nuk bëhem me emocione kur e lexoj një ngjarje ose duhet të aktroj për një ngjarje. Në fillim të këtij emisioni tham se është sot një emision që do të rrëfemi për historinë tuaj, pak më parë biseduam edhe për veprimtarinë. A ka qenë ajo arsyeja pse u larguart nga vendlindja? Po. Do më thënë, kur thatë për herë të parë Lamtomir vendlindja ime? Definitivisht, si thash edhe më herët, të gjithë na, sidomos Lugina Preshevës edhe nga Maqedonia, që kam qenë studenta në Prishtinë, në cilin do fakultet, na u ka dash një vërtetim se jemi student dhe kemi bën një kërkesë dhe shteti atëhershëm, Jugoslavia, na ka ndihmu përmes kredive të ndryshme. Dhe unë i kom gëzu 2 vitet e para ato kredi. Mirë po, pas pjesëmarrjes në demonstrata dhe pas dënimit, shteti i ka ndalu për neve të gjitha ato ndihma. Kështu që jam dasht të studioj ose të vazhdoj me xhepin e babait tim. Dhe kjo nuk ka mbaru me aq. Edhe pasi e kam kryer fakultetin, jam lajmëru nënt si ekonomist i diplomum, kam gjetë në 2-3 vend pune që kam pas nevojë me ma dhanë, mirë po është dashtë në komunë, në komitetin shtetnor, ose që i thojnë Trahovicës, Preshevës, me e marrë një vërtetim që unë jam moralo-politikisht i mirë për me murë me hinë punë. Kur kom shku unë me marrë, ata më kanë thonë, jo, ti je moralo-politikisht i papërshtatshëm, se je kundër shtetit. Dhe tani, ku erdhëm të pyetja, pres 1 vjet, pres 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet nuk ka vend pune, unë martohem, bojnë fëmijë, rritet familja, me vllazën, me motra, me prind, dhe vjen momenti ku ulesh edhe thu, dikush duhet ta kërkojë një shpëtim. Dhe nga i moment i thatë Lamtomir vendlindjes suaj? Nga i moment, shpirtnisht i thash Lamtomir vendlindjes, dhe me që e disha e flisja gjuhën frenge mirë, dhe ma e afërt, ma e logjikshme më duk Zvicra, ku ishte një gjuhë shtetnore frëngjishtja, do të lajmërohem si refugjat në Zvicër. Me shpresë se kur t'i them se e flas gjuhën frenge, ata do të orientojnë në kantonet në atë pjesën zvicrane, çka nuk ndodhi, më detyruan të mbetem në Sollotërn. Ky ishte momenti kur shpirtnisht vendosa që ta gjej një zgjidhje për familjen time, dhe tani jo vetëm për prindë, për vëllezër e motra, po për bashkëshortën time dhe për fëmijët e mi. Si ishte ajo ditë kur u ndat nga familja? Të them drejtën, është gjë që nuk e di pse, pak e kam e mbajnë mend. E mbajnë mend se vitin e parë dola me do shok në Lozanë, erdhëm, gjetëm një punë, mas një kohës, një javë në zonën policia dhe në kthyn të mbrapa. Vitin e dytë dola vetë dhe me ndihmën e një familjari, ma gjetë një punë, e gjeta një vend punë, në dzez normal, fillova të punoj dhe mendja jeme u stabilizova edhe aty më zonën, besa më zonën edhe me murën edhe të holla që i kisha fitue gjatë një muaj pune,
Mirë po, një Italian, në bised me te, a i më tha, une do t'i bëj, dhe me thonë në vitin e arshëm, une do t'i bëj letrat. Edhe vitin e me arshëm, a i mi boni për 3 muaj, kështu që nuk kam moment caktum, kur nuk u bon vitin e 3, garancione që i thëshim ne. Atëherë unë ula me shoqen, ula me fëmija, me vlezrit, me prente, dhe ju thash, po dal jashtë, me i bon letrat. Se që shi bëj është pak me rëndësi. Si e pretën familja këtë lajmë? A do të martohem, a do të hynë burg, a do të bëj diçka, une do të bëj, a do të gjej punë. Natyrisht se maj prekuni më duk se ishte babaj, sepse une isha krenaria e ti. Isha për gjithë familjes, mund të them familjes Gjon, jo vetëm me gjallarve, po edhe ma largë, isha i vetëmi që kisha kry një shkollim të lartë. Dhe gjithë shpresat e ti ishin të kun. Dhe kur e mur vesh këtë lajmë, natyrisht se është mërzit shumë, burrat e përbimat dhe dhimbje atë vujtje, e kundër ta e saj nona e cila me njëherë ja fillon vajit. Mirë po, do me thonë, kjo ka qenë momenti që i kom thonë lam të mirë vendlindjes. Kush ishte personi i parë që përqafuat dhe e dintin se mos ta shihni më kur? Nuk mund ta kujtoj. Po vjen keq, nuk mund ta kujtoj, po në bazë të asaj që thash deri tash, kisha thonë lirisht se nonën. A ju kujtohet aeroporti, latët dhe heshtja e fundit? Do me thënë a ditë që e morë të rrugën për mërgim? E di se nuk e kom pas pëlqimin e askujt. Pëlqimin e askujt nuk e kom pas, as të vlezërve, as të motrave, as të shoqes, as të fëmijëve, edhe pse fëmijët kanë qenë të vëgjël. Nuk e kom pas pëlqimin e tyne. Tash detajet cilat ndoshta edhe nuk më kujtohen mirë, por e di se ka qenë një vendim i dhimbshëm dhe një vendim i vështirë. Çfarë ndjesje të mbuloj kur u mbyll dera e vendlindjes për jetën tuaj? Do të bëhem si këta shkrimtarët që thojnë e papërshkruar. E papërshkruar, sepse une nisesha në një rrugë e cila as nuk kishte fund dhe as nuk kishte kthim të mbrapa. Do me thonë, une nisesha në një rrugë, por me një qëllim definitiv të fundit që të gjej punë, t'i rregulloj gjanat, sepse unë kërkoja punë dhe kërkoja ekzistencë. Gjitha këtë ekzistencë, gjithë këtë jetes ose mbi jetes, nuk ma siguron të më as shteti, nuk ma siguron të më as një pension i vogël i prindit, nuk ma siguron të më as ardhurat e vogla që mund t'i keshim nga punë të ndryshme të vogla me vlezrit ose me motra. Keni qarfshe o razi që as kush të mos ju diktoj? Kam qa, sigurisht. Edhe burri qanë. Kam qa. Edhe kam qa edhe atje kur kam qenë, po më ka ranë ndoshta të qaj edhe këtu. E sidomos këtu, sigurisht se do të më pyesësh për atë, kam pas shumë arsyet në dhaja që të qaj me zonë. Sa herë keni ndjerë vetmin në një vend të huaj? Disa herë. Disa herë. Cila ka qenë nata më e gjatë në mërgim, që u largut prej vendlindjes? Nata më e gjatë, besim është 4 shkurti 2018. Nëse e ke në pyetje dikun, ndoshta e ke, atë natë më ka dek vajza, shkurta, vajza ime e dytë, në moshën 29 vjeçare. Do të flasim për këtë histori pak më vonë. Dhe me thonë, ajo ka qenë nata të cilën, kur e kujtoj, ma atë natë nuk kam gjumë.
A ju ka ndodhur të dëgjoni një këngë dhe të shpërtheni në lot? Po, kënga Gurbetit natyrisht, edhe ajo është kënga e Sinan Vllazaliut, si është ajo kënga e harrova? Si thot? Nisetrimi për Gurbet. Po, Nisetrimi për Gurbet. Ishin fëmijët e vegjël, e kisha ble një kasetofon, e kisha një kaset dhe ndëgjojshim atë këngë shumë shpejt, shumë shpesh. Nisetrimi për Gurbet, përshëndet me shokët e vet, e kështu me radhë. Kjo më ka bo që shpesh të qajnë edhe fëmijët, edhe sot kur janë mbush të gjithë mbi 40, mbi 40, kur jemi bashkë dhe bëjmë një bisedë familjare, njëni prej neve fillon këtë këngë. Kur ju jeni larguar nga vendlindja si azilant dhe ka ndodhur ndonjëherë të mbylleni në dhomë dhe të flisni me vetveten, ta mallkoni veten? Po, shumë shpesh. Cili ka qenë ai mallkim që ki bë? Mu shumë shpesh po e tregoj një arsye, sepse kur jam ardhur në Zvicër si azil ose si refugjat, e kam pas një bindje se do ta fitoj vend qëndrimin, do ta fitoj lejen për qëndrim në Zvicër. Kam pas gjitha dokumentet me veti, gjitha ato maltretime, gjitha ato që i kam pas atje, sepse atje nuk i ceka. Atje kam mjaftu që 2 polic që më kanë njoftë në Preshev, më kanë pa në rrugë dikon edhe më kanë dalën letër njoftimin. Ku po shkon? Shka po sillesh hala në Preshev, se s'po shkon në Kosovë, kam pas maltretime tilla. Dhe kur nuk i kam marrë dokumentat, kur nuk i kam fituar azilin, edhe janë bën shumë vite, ndoshta do ta cekë më vonë, janë bën shumë vite, atëherë jo mul në dhomë vetë dhe kom thonë, po çka u bë more vlla? Kujt i kam bërë, kujt i kam bë keq? Të ndjekmi edhe një melodi nga Teki Zylfiu, pastaj vazhdojmë rrjedhën e emisionit me mësafirin tonë. Cili është kujtimi që ju djeg më shumë nga familja? Definitivisht ajo që thash më herët, humbja e vajzës, largimi ose shkurja e saj, ose sepse nuk ma thot edhe goja nuk ma thot vdekja, sepse ajo nuk ka vdek, derisa unë e kujtoj dhe familja ime e kujton, ajo nuk ka vdekën, po vetëm ka ndru botrat. Kur jemi të familja në këtu duke biseduar, unë e lusë edhe regjien në fakt të na sjellë një surprizë për mësafirin tonë të cilin e kam të ftuar në emisionin Një rrëfim me Benin. Është një foto? Ndeti dikon sigurisht në Shqipëri, me shoqen time. Është fotografi normale, mirë, po pastaj une me ato njohuritë e mia që kam në kompjutere dhe në programe grafike, kam dashur me tregu e shoqës se ke rëndësi për mu, je rëndësishme për mu. Çfarë raporti ke me gruan? Raporte shqiptare, tradicionale.
Të mira. Ku jemi të kjo foto të bashortja, këtu në telefonin tim ka arritur edhe një mesazh që të mundohen të paktën ta lexoj. Në gjatë burim, sot po të shkruaj me zemër të thyer, me një dhimbje që fjalët menzi e mbajnë. Nuk i di si ta nisi, sepse çdo fjali më dridhet në shpirt. Por i di që duhet ta them gjithçka që zemra ime po e mban brenda. Jeta na ka dhënë shumë gjëra, por na ka marrë edhe gjën më të shtrenjtë, vajzën tonë. Dhe që nga ajo ditë asgjë nuk është si më parë. Shtëpia jonë është e njëjtë, por zemra jonë është boshtë në mes. Heshtja flet më shumë se fjalët dhe çdo kujtim i saj. Na kthen në dhimbje që nuk shërohet. E di që edhe ti po e mban këtë dhimbje në heshtje. E shoh me sytë tu, në lodhjen tënde, në mënyrën si përpiqesh të jesh i fortë për ne. Edhe kur brenda je duke u thyer, dhe unë jam pranë teje në çdo copë të kësaj dhimbje. Nuk ka ditë që nuk mendoj vajzën tonë, nuk ka natë që nuk më mungon zëri i saj, buzëqeshja e saj, prania e saj e pastër që na jep jetë. Dhe shpesh pyes veten, si mund të vazhdohet jeta kur zemra është ende aty ku ajo është. Por pastaj shikoj ty dhe e kuptoj që nuk jemi vetëm, jemi dy zemra të thyer që ende rrahin për njërin tjetrin. Dhe ndoshta kjo është forca jonë e vetme, që edhe në këtë dhimbje të madhe nuk jemi larg njëri tjetrit. Në gjatë, dua ta dish se të dua më shumë se kur. Në këtë dhimbje, dashuria jonë nuk është e dobësuar, por është bërë më e thellë, më e heshtur, më e vërtet. Sepse vetëm ata që kanë kaluar dhimbje të tilla e kuptojnë sa e shenjtë është të kesh dikan pranë. Vajza jonë nuk është më me ne fizikisht, por unë besoj se ajo na sheh dhe ndoshta ajo do të donte që ne të mos dorëzohemi plotësisht, që të jetojmë edhe pse me zemër të thyer dhe të mbajmë kujtimin e saj si dritën tonë në errësirë. Të lutem, mos u mbyll në vetvete, me lejo të jem pranë teje, ashtu si që je ti pranë meje. Le të ndajmë këtë dhimbje bashkë, sepse vetëm kështu mund të mbajmë. Të dua në gjatë, sot, nesër dhe përjet, edhe në këtë dhimbje që nuk ka emër. Të dua fort, gruaja jote. Thash parzën ne jemi, do më thënë mosha jonë, jemi pak ma tradicional, jemi pak ma... Kjo letër po më habit për së miri natyrisht. Sa herë keni menduar të ktheheni në vendlindje dhe nuk keni mundur të ktheheni? Po e vazhdoj vetëm pak aty ku ishim të ato mungesa dokumenteve, që une 13 vite, masi erdha në Zvicër, 13 vite mo nuk isha në vendlindje. Sepse i kisha dokumentet pa rregullu. Zvicra nuk më pranonte si refugjat, e kisha një leje qëndrimi që quhej F, forloj aufgenommen e gjermanisht, kisha drejt me hes në për Zvicër, kudo, mirë po me shku në për shtete tjera jo. 13 vite. Dhe për ato 13 vite, hajde të bëhem pak matematik, sigurisht 13 herë në ditë kom mendu që do të kthehem. Do të kthehem sepse unë kom thonë, prap më mirë ekonomisti diplomu me papun në Presheu, se azilant me një status të hatashëm të parregullum në Zvicër. Dhe ma thoshte një mik zvicëran, ma ka thonë kështu, dhe me thonë ti je në gjatë në tokë, për toke. Ti ke vlerë sa një punëtor krahu, sa një punëtor
në baushtell, jo në atë aspektin se është ai pa vlerë, po ti ke vlerë aq. Një njeri që e ka kryer gjitha shkollim edhe ka pak vlerë në Zvicër, është shumë keq, është shumë rënd për ty. Dhe deshta të them, edhe sot mas 35 vjetëve, 40 vjetëve që kam ardhë, unë mendoj gjithmonë me u kthy. E kam ba një shtëpi të vogël atje sa me pas ku me fut kokën mos me mblaq shiu, atje jam unë, nuk jam me këtujt. Lusë Regjin, të vazhdojmë edhe me një foto tjetër, nëse është në këto momente regjia duke na ndjekur. Një foto? Nona jeme. Që flet vetë? Papa, nona jeme. Ju thatë se jeni larguar në moshë të re për vendlindjes dhe e keni lënë nënën vetë. Nona jeme është nona e gurbetçarëve. Nona e gurbetçarëve. Është martu me babain tim, gjersa ai ka qenë në Beograd të punu. Dhe ka ardhen të nona jeme njëherë në mujt, një natë ose 2. 20 vite. Krit në fëmija kem lindën, ajo e ka prit dhe e ka përcjell burrin e saj në Gurbet, në Beograd. Sepse edhe atëherë të vish në shtëpi, njëherë në mujt edhe ajo është një lloj gurbeti. Dhe është shumë malsore e fortë. Kur tjersa unë kam ardhur në Zvicër, jemi rrit me edukatën e saj dhe me kulturën e saj. E ceka në fillim një ngjarje, gjakmarrja, të cilën kjo me neve, me familjen teme, e ka përjetu shumë vështirë. Dhe nuk ka pas ditë që nuk na ka thënë, që nuk na ka tregu runu nanës se i kemi hak dikujt, ja kemi marrë një njeri dikujt, e kemi lanë një nan pa burr, e kemi lanë një nan pa fëmijë. Non stop, të në kohën. Ju thatë se jeni larguar prej Gurbetit dhe e keni lënë nënën vetëm. Kur u përshëndetet me nënën tuaj, çka kujton? Cila ishte ajo fjalë që ta tha kur e morët rrugën e Gurbetit? Vaj edhe lot, asgjë tjetër. Vaj edhe lot. Tu sigur unë tash që kam zonë me u dridh, edhe ajo tu u dridh, edhe tu më thonë kthehu nanës. Kthehu, e ham atë që e kemi e ham bashk. Ta kërkoj hallalin? Po, këto fjalë, dhe me thonë janë që mi ka thonë kthehu nanës, por e ham atë që e kemi bashk, sepse bisedat që i kem bon në familje, dhe kur kom dasht me gjetë, jo kur kom dasht, po kur kom gjetë arsye që të largohem, ka qenë se oj nanë, apshefshi nuk kemi çka të ham ndoshta. E ajo na ka thonë do të ham derisa të kemi të gjithë. Një bukë po do ta dajmë 6 copa, do ta hajmë atë. Kujtohet shpesh fjalët e nënës? Po, kujtohet. Ndjen mall mërzi? Sigurisht. E po tash po e them edhe këtë, sepse unë nuk e kam pa vdekjen e nanës. Do me thonë, une, kur unë ka vdek nana, une kam qenë në këtu. Edhe s'ka mund të shkoj atje, ta vorros. Ç'është e përjetut atë moment kur e morët lajmin se nëna juaj ka ndruar vetëm jetë? Një afërm i familjes bashkëshortes time i ka tregu asaj. Dhe shoqja ashtu duke u mundu me mbrojt mua, më ka kapur krahu dhe më ka thonë mos u mërzit se nona kish vdek. Çka e kujtoj është se kom dalë në balkon, normal kom shiku për pjetë dhe i kom thonë po pse orë zot, pse? Pse? Adin pse? Ku e gjete bash nonën teme me marë, pse? Randë boll e kam përjetu.
por njeriu po i përjetojke. Njeriu po i përjetojke, si që thamë edhe ma herët, kur njeriu mësohet me probleme dhe me të këqia, mësohet. Bëhet imun. Vazhdojmë edhe me foton e dytë. Baba jem, Mehmed Ali e ka pas emrin, ky, dhe me thënë nga familja e babait, me gjithë migjen, i kanë hypë trenit dhe viteve 50-ta. Kanë shku me kërku punë në Beograd, kanë gjetë punë si punëtor fizik, dikur kanë kalun Hekurull, dhe aty baba jem ka bo një për 20 vite sa ka punu, ka bo një karierë të hatashme. Dhe me thonë nga punëtor krahu, ka vazhdu në ndihmës shofer i atyre trenave me avull, nëse ty nuk të kujtohen, po shikusit më të vjetër që janë i kujtohen. Prej aty ka vazhdu në tren vozitësi trenit me avull, duke vazhdu e pastaj në trenin me dizel, këto sigurisht i mbanë mend, dhe në fund shofer i trenit dizel. E ka pas relacionin Sejan Gjevgjeli në Macedoni, dhe me thonën me një tren edhe e ka këthuj mbrapa 2 ditë apo 3 ditë që ka diune dhe ka pas një natë 24 orë pushim. Një karierë shumë e vonë, mirë po një burë shumë i fort, nga se ku ishim edhe njerë po i kthehem asaj kërkoj falje, ishte i sulmuar për hakmarrje. Ishte i plagosën për hakmarrje. Dhe ishte mbrojtës i jonë shumë i fort. Ishe pranë ti kur u plagos për hakmarrje? Jo, kam qenë i ri, kam qenë në moshën 2-13 vjeqare, 3-14 vjeqare, dhe nuk kam qenë në shtëpi, ka qenë vetëm vllau im i madh. Kur është tentu me nxjerr hakun. Cili ka qenë takimi i fundit që keni pas me babain tuaj? Takimin e fundit të ditë, si që thash ma herët, 13 vite nuk kam shku. Në 2004, fal një familje shumë përparimtare të fshatit ku jetoj une, një juristi, por doktor i shkencave juridike. Të titulli më i lartë në drejtësi. U miqësum përmes vajzës teme shkurtës, e cila nuk është më në këtë botë, dhe ai më tha se do të këshyre, do të më bëj një punë. Sepse ishte më patënvu organe zvistrane një kusht nëse e bëj një punë dhe fitoj parat mjaftueshme për mbijetesë, do të më japin lejen e qëndrimit. Dhe ai më gjet një punë dhe unë e bëra letrat, dhe vitin e dytë që i bana letrat, e mora babain këtu në pushim. Vitin e parë isha unë atje, me familje, ndërsa vitin e dytë edhe isha me familje atje, po edhe e mora këtu, tash me vite nuk muj me thonën 2005-2006. Dhe me thonë takimi i fundit me babain 2005-2006. Si ishte i takim kur u takuat pas 13 vite me babain tuaj? Takimi i fundit, ndoshta edhe nuk e majnë mend shumë, sepse ai erdhi me autobusi dhe unë dola e mora këtu ku erdhi autobusi. Po takimi i parë ishte shumë interesant, se unë e shkova me kerr dhe ai vinte rrugës në një rrugë të ngushtë në fshat. Dhe unë po i afrohem, e pash që është babai im, po i afrohem ngat, edhe ai durt mbrapa, kështu edhe po hecë ngadalë. Unë ju afrova ngat edhe e kom qel xhamin, dritaren, edhe po i thom, lëshoje plak rrugën pak se ai veç ma ka bo me dorë, hec tu tje. A vedin, pa e ditë se kush është. Dhe unë e kom dalë kjerin edhe kom dalë e kom përqaf. Natyrisht... E ndjeve atë përqafin babajt? Përjetim i hatashëm, përjetim
që vetëm përjetohet, ato nuk përshkruhet, nuk mund edhe sot nuk mund ta përshkruaj. Ai më kishte prit se më tregon motrat e vëllezrit se 34 ditë përpara që i kanë treguar se mos po vjen në gjati, ai tha më nuk ka hyrë brenda. Ka hangër drek edhe në përbaqen, në përkaton do shetit se po vjen në gjatë. Ju thatë se nuk keni qenë në varrimin e nënës, po të babait keni marrur pjesë? Po të babait, po kam qenë punë. Sa rënd ka qenë për ty si ndërgjimtar, kur e pranove telefonatën apo dëni letër për humbjen e babait? Rënd shumë. Rasti ka dash që i njëjtë, kam qenë në unë pushim e dimrit në dhjetor 2 javë. E kem prit vitin e ri dhe unë kam ardhë. Ai në atë kohë që kam qenë unë atje është rrëzu me një vend dhe është lëndu pak. Po ai e mirë, babës mirë ma ka bo, edhe normal ne o dash dhvim Zvicër. Dhe masi kam marrë në Zvicër, më kanë thënë është i smut shumë. Dhe ka dasht fati që i njëjti person që më ka tregu për nanën, i ka tregu e shoqës time edhe për babën, i ka thënë është i smut shumë. Edhe unë kom bo telefon, më ka thënë vllau, nëse mundesh me ardhen, sa ma shpejt, e gjenë gjallë. Për ndryshe është shumë i smut. Dhe e di se e kam marrë vajzën 18-19 vjeçare, sa e kam marrë lejen, edhe i kom thonë babi po shkoj, si dush ti mundesh me ardhë, sepse fëmijët që në shkollë nuk kanë mundën, shoqja s'ka mund. I kem hypë kerrit, dhe e di se për dikon 11 orë e gjys, kem shku në shtëpi. Shpresë kam pas se do t'a gjenë gjallë natyrisht, por kur jam afru shtëpis, e kam pas se ishin mbledhë shumë njerëz, familjar, e kam ditë. Nëse donë me i ditë, fjallët e para që i kom thonë, po pse bre babë së më prite, vetëm ka që i kom thonë, po pse bre së më prite, a se dite që jam të ardhë udhësa. E të regojnë familjarët se kur e ka dhënë frymën e fundit, si themi ne, ka bo me dorë a erdhë. Dhe me thonën se vetëmi unë s'kam qenë afër aty, edhe i ka pyet a erdhë. Edhe vllau i madh ja ka bo, po, tha ka busqesh një herë, tha, dhe ka dhënë shpirt. Bashkë me ikjen e tina dhe krenaria jote u thye. Se ashtu thet në fillim të intervistës se ke qenë krenaria e tina. Kam qenë krenaria e tina, kam qenë shumë i papajtuar me atë që e kam bo. Mirë po 2 herë në Zvicër që ka qenë, si kundër se e ka arsjetue pak, më ka arsjetue pak nga ajo që kam bo. Sepse, sikur më ka thonë se nuk pas ke gabu. Sepse, unë jo që e largova familjen time, dhe me thonë shoqen me 3 fëmijë, e ma vonë u bonën edhe 4, nga ajo varfënia që cila na kërcnohej, por unë fillova të kontriboj edhe në mirëqenjen e tyne. Dhe me thonë, unë ato ndihma që i mersha këtu, ato para që i mersha këtu, më spari i drejtojsha atje. E këtu kisha mjaft. Kështu që, kur i pa gjitha ato, ma merr mendja, e kam një përshtypje, e kam një bindje se më arsjetoj pak.